Mirë se u gjetja ndjekës të sofrës shqiptare. Sot me ju do ndoh një recetë të qiflëve, e cila është ideale që të përgatitet kur keni shumë mysafir, është ekonomike, nga ky brumë fitoni 84 copë me qifle. Shpresoj se kam ju pëlqyer kjo recetë e këtyre qiflëve. Filloj me përgatitjen kështu në një enë më të madhe. Ena duhet jetë më e madhe se zakonisht, sepse masa e qiflëve kur dyfishohet, atëherë i duhet një hapësirë më e madhe. I hedhim 2 vezë. Tek vezët shtoj një gotë të çajit me kos, ose një gotë 110 ml. Një gotë 110 ml me vaj. Gjashtë lugë gjelle me sheqer, një lugë të mesme me kryp, e përzi mirë masën, pra derisa ta fitoj një masë homogjene. Pasi kemi përzir mirë masën, atëherë shtojmë 700 ml qumësht të vakët. Qumështin e shtojmë kështu gradualisht duke e përzir. Shtojmë 40 gram me maja të buke të freskët. Nëse nuk i shtoni të freskët, atëherë duhet nga i thati 2 lugë gjelle t'ja shtoni kësaj mase. Kështu e të soptojmë jemët. E përzim pak derisa të shkrihet maja e bukës. Dhe fillojna që t'ja shtojna millin. Gjithsej do të më nevojitën 1 kg 600 ose 700 gram, por asnjëherë nuk mund të tregohen masat fikse të millit, si që kanë cekur, varet dhe nga marka e millit. Hedhin një pjesë dhe me anë të telit e kuzhinës e përzi derisa ta formojmë një çull pak si të trash, dhe më pas masën do e punoj me dorë. Pra përgatitja është shumë e thjeshtë, me pak përbërës dhe fitojmë 84 copë qifle. Kjo është për shumë mysafir kur të keni. Tash masën do e punoj me dorë. Derisa të formohet një brumë mesatarisht të trash. Atëherë enën në të cilën ndodhet brumi e mbulojmë dhe e lajmë në ambient ngrohdhome për 1 orë e gjysmë që masa e brumit dyfishohet. Pas 1 orë e gjysmë, masa e brumit është dyfishu, si që shifni kemi fitu një brumë shumë të mirë. Atëherë do e punojmë pak brumin. E punojmë pak dhe do e kalojmë brumin në tavolinën e punës. Brumi ka pushu mjaftueshëm dhe për atë arsye është fitu një brumë shumë i mirë.
tavolinën e punës hedhim miell në fillim dhe më pas e kalojmë brumin. Punojmë përsëri pak, derisa t'ja japim një formë të rrumbullakët. Dhe brumin e ndoj në 7 pjesë të barabarta. Mundohemi që t'i bëjmë pjesë të barabarta gjitha atje. Dhe secilës pjesë të brumit i japim formën e rrumbullakët. Kështu në këtë mënyrë ja japim formën dhe do i vendosim te kjo sofra e vogël. Njëherë shtroj miell në fillim. Kështu në mënyrë të njëjtë veproj dhe me brumin tjetër. Pasi i kemi dhënë gjithë brumit formën e rrumbullakët, atëherë filloj me hapjen e kulaçit parë kur e formu, kurse këto tjera do i mbuloj me një pecetë kuzhine dhe do i lajm kështu në një pjesë tavolinës punës. Hapjen e bëjmë me anë të shkopit përgatim, duke i hedhur miell vazhdimisht. I hapim në një masi rreth 40 cm. Mundohemi t'i japim formë të rrumbullakët. Pasi brumit i kemi dhënë masinë e dëshiruar, atëherë e lim me gjalp të shkrirë, gjithsej për këto kifle na nevojiten 250 deri në 300 gram me gjalp të shkrirë. Lim mirë si përfaqen, përhapim me anë dorës apo me anë të një brushe, varësisht si do. Besoj se është mirë e lirë me gjalp. Atëherë marrim një thikë picash dhe brumin e ndoj në fillim në 4 pjesë të barabarta. Pastaj secilën pjesë e ndojmë në 3 pjesë. Nga një petë kështu duhet që t'na dalin 12 copë qifle. Pastaj të secila copë e qifleve e ndojmë kështu në dyshe pjesën e qoshit. Qoshin do me thënë, në dyshe. Kur të bëtë rrokollisja bëhet më lehtë. Vetëm pak, diku 1 centimetër. Dhe qoshet në mes, kështu, nuk e ndojmë nga fillimi, por në mes, pak i prej, sepse rrokollisja bëhet më bukur. Kështu tek të gjitha veprojna. Dhe filloj me rrokollisjen e tyre, duke ja dhënë formën e qifleve. Si që shihni kemi formu, ka dalë shumë e bukur. Kështu në mënyrë të njëjtë veproj me gjithë pjesët e brumit.
Pasi u kemi dhënë formën gjithë qiflëve, atëherë do i vendosim në tepsi. Vendosim në tepsi kam shtru letër për pjekje, do jetë më mirë. Gjithashtu kur t'i bëni pjekjen është më mirë t'i vendosni kështu në një tepsi drejt kançe, do me thënë ne do fitoj më shumë tepsi nga ky brum. Mirë po në tepsi drejt kançe më shumë dozoj. Pasi kemi vendosur to në tepsi, filloj me hapjen e brumit tjetër. Filloj me hapjen e petës së dytë. Dhe petën e dytë do e hapim në mënyrë të njëjtë sikur se petën e parë, gjithashtu në mënyrë të njëjtë do veproj dhe me brumin tjetër, duke hapur në një masi rreth 40 cm dhe brumin duke ndarë në 12 pjesë të barabarta. Vendosim dhe pjesën e dytë të brumit në tepsi. Pra nga 2 pjesë brumit fitojmë një tepsi të tillë si kjo. Shifni, kam fituar 3 tepsi të plota, kështu drejt kançe dhe një gjysmë tepsie të njëjtë. Atëherë do i mbuloj me një pecet apo me një qërshaf të gjitha dhe do i laj që të pushoj rreth 30 minuta, kurse tepsia e parë nevojitet më pak të qëndroj pasi masa e brumit është dyfishu. I mbuloj. Tepsien e parë e lajmë vetëm pak, dikun rreth 10 minuta. Tash tepsien e parë ka pushu kjo mjaftueshëm, brumi është dyfishu, e kam lanë vetëm 10 minuta sepse kjo ka qenë në fillim, është bë brumi aq sa duhet është dyfishu. E marrim një të verdhë të vezës, ja hedhim një gotë të çajit me qumsht. E përzim mirë masën. Me masën e përgatitur me qumsht dhe me të verdhën e vezës, lim pjesën e sipërme të secilës qifle. Dhe pasi i lyj me vezë dhe me qumsht, atëherë sipër do ju hedhim fara susami. Unë kam farat susami të fërguara. Besoj se mund t'i fërgoni dhe ju, që janë vetëm të fërguara pa vaj në tigan. Më të shishme do dalim, ju hedhim sipër. Dhe qiflët janë gati për pjekje. Gjatë lyrjes e kam nxjerr furrën në 200 gradë. Kur ta pjeki tepsien e parë, atëherë do bëj lyrjen e tepsijës së dytë me vezë dhe me qumsht dhe kështu në mënyrë të njëjtë do veproj me të gjitha. Qiflët i pjekim në temperaturë 200 gradë për 20-25 minuta në varet se në çfarë furri i pjekni. Tepsia e parë pothuajse gati është pjekur dhe pak do e largojmë nga zjarri, derisa është ajo në zjarr ne bëjmë lyrjen
e qiflëve në tepsinë e dytë dhe masa e këtyre është dyfyr. Dhe qiflët në tepsinë e dytë janë gati për pjekje, do e largojmë tepsinë e parë nga furra dhe do e vendosim tepsinë e dytë në furrë në temperaturë të njëjtë 200 gradë. Tepsinë e parë me qifle kemi largu nga furra, atëherë sipër do i lyj me gjalp të shkrirë, kështu në mënyrë të njëjtë do veprojnë dhe me tepsija tjera pasi t'i pjekje me qifle. Gjithë pa pjesët, kështu në secilën sipërfaqe të secilës qifle në pjesën e sipërme, do e lyj me gjalp të shkrirë. Qiflet pas pjekjes janë gati për konsumim, janë ftohur pak, ta marrim një dhe ta ndajmë në mes, t'ja shihni se si ka dalë mbrenësia, janë shumë të buta, të shkrifta. Besoj si u ka pëlqy kjo recetë e qiflëve. Miru takoshmi për receta tjera.